الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin fammadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, Zoti i Madhërisëm zemrën na ka dhënë si derë të imanit. Dhe kur zemra ndotet i gjithë trupi. Syri fillon të shikoj gabim, veshi fillon të dëgjoj gabim, e madje dhe goja fillon të flas gabim. Kjo ndodh për shkak se qendra e organizmit të njeriu, si në aspektin fizik, po ashtu në aspektin metafizik, është ndotur. Dhe për këtë arsye pejgamberi Allahut vazhdimisht i ka këshilluar sahabët dhe rrjedhimisht edhe neve, alayhi salatu wassalam, që në raport me një copës mishi në trupin tonë të jemi shumë kujdesshëm. Sepse thot nëse kjo copës mishi është e mirë, i tërë trupi do të jetë i mirë. E nëse kjo copës mishi do të prishet, atëherë i gjithë trupi do të prishet. Vini rrethët, kjo është zemra. Në epokën tonë moderne, betejat që janë duke u zhvilluar nuk bëhen me shpata. Betejat kryesore bëhen me ekrane. Në epokën moderne, lufta më e madhe që bëhet është ajo mediatike. Sepse përmes kësaj lufte, më së lehti shkatrohen personalitetet, deformohen karakteret, edhe denaturalizohen njerëzit. Përmes luftës mediatike, qarqet e ndryshme, anti-islame, e madje dhe anti-njerëzore, arrin që të depërtojnë në çdo shtëpi, madje edhe në trujën e secilit njeri. Për shkak të fuqisë së madhe që ka kjo armë moderne. Në ditët e sotme, ne dim shumë emisione të njohura, të famshme, që kanë depërtuar pothuajse çdo shtëpi, përpos në shtëpitë e atyre që kanë devotshmëri, të sinqertë. Në ditët e sotme, kultura e cila i servohet njerëzimit, përfshirë edhe shoqërinë tonë, nuk bëhet me dhunë, bëhet me buzëqeshje, me muzikë, me ngjyra, bëhet me show. Pra ajo futet nëpër shtëpitë tona, përmes një paqe të paraqitur, por që në vetvete e përbën luftën më të rrezikshme. Shkatrimin e raportit të njeriut me Zotin, çnderimin e njeriut, denaturalizimin e njeriut, shkëputjen e tij prej litarit të Allahut, e që është libri i Zotit dhe tradita e pejgamberit Zotit alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu tregon përmes një ajeti të Kuranit se si djalli i mallkuar dëshiron që të fut përçarje mes njerëzve. Dhe këtë më së miri e bën duke e zbukuruar të keqen. Pra të keqen më të madhe, e paraqet si vlerën më të madhe. I jep një ngjyrim të mrekullueshëm që kushdo që e sheh mahnitet pasaj. Pastaj i përdor argatët e vet për të investuar sa më shumë në zbukurimin e kësaj të keqe, derisa
njerëzit me vlera i bën që të ndihen inferior përballë tjerëve, të ndihen keq. Fillojnë disa të ndihen mos vallë jemi mbrapa tjerëve, mos jemi primitiv. Ndonse ajo në cilën ata qëndrojnë, kjo është vlera reale. Dhe është ajo që kërkon Allahu i Madhërisëm. Prandaj thot shejtani mbjell mes jush armiqësi, përçarje, intriga, konflikte. Dhe në fund të ajetit thot wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun. Edhe tregon arsyen se pse djalli i mallkuar e bën këtë. Thot për t'ju penguar juve nga përmendja e Allahut, pra nga feja e Allahut në përgjithësi e nga namazin veçanti. Prandaj thot Allahu, a nuk do të ndaloni? Pra deri kur do të qëndroni në këtë gjendje njerëz? Deri kur do t'ja lejoni djallit mallkuar që t'ju mashtroj? Deri kur do t'i mbyllni syt përballë kësaj që është duke ndodhur, e cila po shkatron çdo vlerë që ju e keni. Emisionet që sot u jepet pompozitet i hatashëm, janë emisionet të ndërtuara mbi konflikte, intriga, skenat pahishme dhe sjelljet pamoralshme. Dhe akoma më e keqe bëhet gjendja kur këto emisione bën shkak i shndrimit të shtëpive tona në arena konflikti, në skandale familjare. Në vend se të ndriçohen shtëpitë tona me nurin e Kuranit, ndriçohen me nurin e ekranit. Në vend se shtëpitë tona të flitet për personalitetet më të fuqishme të njerëzimit, siç janë pejgamberët e Allahut, të flitet për vlerat më madhështore që kanë ekzistuar ndonjëherë, që janë promovuar ndonjëherë. Flitet për disa individ që as në për shtëpitë e tyre nuk janë të respektuar. Që nuk promovojnë as edhe një vlerë minimale. Kjo është gjendje e mjerueshme. E Allahu thot në Kur'an: "Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu, lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah." Ata të cilët synojnë që imoralitetin ta përhapin në shoqërinë e besimtarëve, për ta ka një dënim të dhëmshëm në këtë botë, por në botën tjetër. Pra fillimisht do ta përjetojnë një lloj ndëshkimi në këtë botë për shkak të krimit të madh, dhe në botën tjetër gjithsesi. E Allahu është ai i cili i di fshehësit më mirë se sa çdo kush tjetër. Allahu e di, ju nuk e dini. Se për çfarë fshehësi bëhet fjalë. Pra Allahu në mënyrë kategorike e ndalon që me u promovu imoraliteti. Përmes këtyre emisioneve që emetohen, që investohet në të, dhe që promovohen vazhdimisht në shoqëritë tona, synohet denaturalizimi i njeriut. Synohet shënderimi i njeriut, zhvlerësimi i njeriut. Pra është një promovim i hovshëm edhe i fuqishëm i moralitetit në shoqëritë tona. Dhe mos harroni, çdo lloj emisioni që paraqitet, ai në vetvete bart ndikim të menjëhershëm për çon kulturë. Gjithashtu jep edhe një lloj edukate. Pra ne edukohemi përmes asaj që shohim, përmes asaj që përjetojmë. Është krejtësisht e natyrshme kjo. Dhe kur jetët tona janë të stërmbushura me emisionet kësaj natyre, ku në të çdo gjë ka përpos vlerës, çdo gjë mund të ketë përpos devotshmërisë, atëherë paramendojeni se çfarë edukate mund të marrim ne si pjesë e kësaj shoqërie. Prandaj gjërat që dje ishin shumë të turpshme për ne, sot janë të paturpshme, sot janë normale. Bile dikush edhe krenohet me to. Prandaj dhe përmes tyre emisioneve normalizohet harami, relativizohet mëkati, derisa i bëjnë disa besimtarë të ndihen inferior. Derisa fillojnë disa besimtarë ndikohen për tyre, ruan Zot edhe devijojnë nga rruga e Allahut. Kjo ndodh kur e keqja e mund të mirën. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur i ka tregu gruas tij Zejnebes për ngjarjen e Yejujve dhe Mejujve, në fund çfarë i ka thonë? Ka thonë: "Wailu lil arab min sharrin qad iqtarab." Mirë për arabët për sherrin që ju ka afruar, për fatkeqësinë e madhe që ju ka afruar atyre. Sot e kanë hapur Yejuj dhe Mejjuj vrimën që ata synojnë me hap derisa Allahu t'i jep leje me hap dhe për me dal. Atëherë kjo çuditë thot,
A shkatrohemi ne derisa në mesin ton ka njerëz të mirë? Tha naam idha kathura al-khabath. Tha po nëse dominon e keqja. Kur dominon e keqja, atëherë fatkeqësia i përfshin gjithë. Kur dominon e keqja? Atëherë kur përmirësuesit heshtin. Prandaj Allahu një prej garancave ti hynore që nuk e shkatron një popull, ka thonë, derisa në një popull ka përmirësues, se nuk mjafton vetëm me qenë i mirë, por duhet me qenë edhe thirrës në të mirën. Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun, s'ka thonë salihun. Ka thonë Allahu nuk e ndëshkon një popull, një vend, derisa në mesin e tyre ka njerëz përmirësues që thrasin, që këshillojnë, që përballë të keqes e ngrisin zanin. Edhe i përdorin gjitha mekanizmat e mundshme për me largu të keqen prej shoqënisë. Dhe derisa të ketë njerëz që përmirësojnë, që thrasin, që këshillojnë, jemi të mbrojtur nga fatkeqësitë e mëdha. Por në momentin që ne heshtim përballë këtyre fatkeqësive, në momentin kur ne përmes heshtjes son i relativizojmë, i normalizojmë këto harame dhe këto mëkate të mëdha, atëherë padyshim që na ka plej fatkeqësia. Ndëshkimi i Allahut ruan na Zot që të jemi prej tyre. Besimtarët e Allahut, mos të harrojmë se emanetin më të çmuar që Zoti na ka dhënë është imani. Është besimi. Nuk ka emanet më të çmuar. Nuk ka vlerë më të madhe. Gjitha i braktisim këtë botë, edhe karrierën, edhe familjen, edhe pasurinë, edhe gjitha arritjet eventuale. Ajo që marrim me vete është imani ose ruan na Zot kufri. Jo besimi. Pra atë që e marrim me vete është e brendshmja jonë. Besimi ose mos besimi. Dhe këtë besim e kemi vlerën më të çmuar. Nuk duhet me aliu vetës me ta cenu dikush këtë besim. Duhet me luftu për me e mbrojtë këtë besim. Nëse dikush vije dhe na paraqet neve, investon në diçka të kësaj natyre për emisioneve që ne i dim, që janë duke u fuqizuar dita ditës fatkeqësisht, ne më e pakta çka duhet me bësh me i bojkotuar. Më e pakta. Se gjitha këto ndikime ndodhen atëherë kur ne u japim mundësinë. Si u japim mundësinë? Si kanë depërtu këto emisione nëpër shtëpitë tona? Përmes duarve tona. Ne i hapim ato kanale televizive. Ne i shikojmë telefonat tona dhe i hulumtojmë këto faqe që i promovojnë këto emisione. Ne jemi vetë ata. Pra ne duhet në radhë parë me mbrojt vetën tonë nga ky cenim. Familjen tonë, jemi përgjegjës para madhrisë së Allahut për familjen tonë. Le të bëjmë familjet tona, shtëpitë tona, vende në të cilat mbretëron nuri i Kuranit, drita e Kuranit. Ne nuk jemi kundër argëtimit, nuk jemi kundër gëzimit. Përkundrazi, Islami është feja e argëtimit dhe e gëzimit, por çdo lloj argëtimi që promovon antivlerë, që cënon besim, që të shënderon njeri, ai nuk është argëtim, por është devijim. Çdo thirrje që promovon mëkat, me të cilin e hidhron Allahun subhanahu wa taala, nuk ka vlerë në të. Ajo përbën rrezik. Prandaj ne duhet me mbrojt veten. Kjo është ajo që kemi obligim me bë në radh parë. Me mbrojt veten, me i bojkotu këto emocione. Ato kanë fuqi dhe promovohen për arsye se kanë xhamat. Vallahi mos me pas xhamat ata si investojnë këto emisione. Po ka kush i këshyr. Ata kanë shikueshmëri. Ata kanë ekzistencë falë shikueshmërisë. Në momentin që ndalon shikueshmëria, ata s'kan ekzistencë. Ndryshojnë qasje me njëherë. Prandaj, le ta kuptojmë seriozitetin e çështjes, t'i bojkotojmë këto emisione dhe të investojmë në familjet tona përmes mbështetjes në Allahun e Madhërisëm, përmes adhurimit të Allahut, përmes përfitimit me dokumentare, me gjëra sociale që ne mund të përfitojmë për jetën tona, për të ardhmën tona, përmes shkencës, përmes leximit dhe përmes përkushtimit ndaj Allahut të Madhërisëm. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.